Mirdita, sot po bëj një byrek me presh. Dhe filloj me brumin. Me përpara filloj me brumin, pse brumi duhet lërë pak që të pushoj. I hedh pak krip. E përzej me kripën. E hap kështu në mes. I hedh pak baking powder, jo të plot. I hedh dhe uthull molle. Ky është një brum që ke bërë për gjithë byreqet e tjera, po i njëjti, Po për të gjitha byreqet të njëjtën, miell përdor. Ja kam gjetur anën edhe derisa gjeta kush miell më bënte, i kam provuar të gjitha byreqet e supermarketit dhe po atë miell dhe po ato hedh, të gjitha byreqet. Dhe filloj e hedh pak ujë të vakët. Filloj e mbledh një çik kështu një herë. Uthullën e mollës, për çaj ja holle? Uthullën e mollës e hedh se bën të shkrifur petën. I hedh pak uthull molle, jo shumë. Miell atë ujtin i hedh pak e pak. Brumi është po i një llojti si ke bërë për byrekun? Po i një llojti, për të gjitha byreqet të njëjtin miell hedh dhe të njëjtin stil përdor. Nuk bëj ndonjë ndryshim. Tash e filloj brumin me dorë. I hedh pak vaj prap. Sa të mblitet brumi, hedh vaj. Nuk përdor më ujë. E filloj e punoj pak në pango. Të lodh kjo më mirë, do i qik forcë për e? Nuk të lodh fare. Nuk të lodh. Nuk ka ndonjë punë kështu di se çfarë. Duhet brumi as i but fare, se të ngjitet në petës kur e hap. Po as i fort një dalin petat e forta. Dhe nuk hapet kollaj. Kur është i but, hapet me kollaj. Byrekut e petat e ka. Sidomos të petat e dorës, se bëhet me petat e gatshme, po me petat e gatshme ju jeni mësuar me petat dorave. Ju ka mësuar unë keq. Dhe kur e kupton që tani brumi është bërë? Është mbledh dhe duhet jetë kaq i butë. Se del dhe peta më e butë, nuk del fort peta. Edhe hapet me kollaj. Biles, ta zësh brumi sa më orë përpara, aq më mirë është. Po ta zësh dhe në darkë, është aq më mirë se bëhet të rriqet më shumë. I ve pak vaj. Ka i duhet jetë brumi, i butë. E mbuloj brumi dhe do dalte harqi. Për harqin. Sa duhet ri brumi ashtu? I mbuluar? Si? Sa do ri i mbuluar brumi? Sa të bëhet harqi? Kur filloj petat? Në kohën që do filloj petat, do të hap. E mbuloj. Hajde tani bëjmë harqin. Kam hedh vajin e ullirit në tigan, është nxehur pak, jo shumë, dhe filloj hedh pak qep. I hedh pak krip jepës.
Në të njëjtën kohë shoj dhe preshin. I shoj pak krip. I vë pak kapakun mbi vete, të zbuten të dija me avullin e saj, edhe preshi dhe kjepa bashkë. Se kanë lëngun e tyre dhe zbuten vetë. E në pak minuta e shikoj këtë mos digjen. Preshi me kjepën shkojnë shumë të dyja. Janë si ato motrat vinjake. Dhe përdor preshin, ku përdor preshin, përdor dhe kjepën e fatë. Gjithmonë i vë kapaku nga paku në vete. Dhe ri e shikoj. I vë gjithmonë prapë. Kapakun të zbutet në avullin e saj. Mami, për sa minuta duhet kjo? Të presim apo? 3-4 minuta. 3-4 minuta e përzi, se mblidhet preshi. Pastaj bëhet duket sikur shumë harç, po një dorë ka ta ndisë se ka lëshon ujët, mblidhet. Byrekun me presh e bënit më shumë fshat, mami? E bënim dhe në fshat e bënim, po si jo dhe durë si e bën shumë. Dhe në durë si kam jetuar byreku me presh. Në fshat bënim dhe me qep. Dhe me qep të thata bëhet i mirë. Vetëm me qep, pa... E me qep mund të hedhësh pak oriz. Me qep të thata në pak oriz. Atë mund ta bësh dhe me mish të grirë. Mund të hedhësh pak mish të grirë. Po, mua nuk pëlqen tek mishin, pëlqen kështu. Dua të ndjerën e preshit, o të qepës. E bën dhe me presh. Do e bëj dhe me mish të grirë. Ta provojmë. Ta provosh me mish të grirë, se s'kam bërë asnjëherë me mish të grirë. Kush e ha më shumë? A? Kush e ha më shumë nga ne këtë byrekun me Byrekun presh? të gjithë. a? Gjithë. Nona kur do na bësh ashtu byrek me presh. Po prit të rregulloj që kratë, i kam të sëmura, pastaj se duan peta duan kratë. I kam mësuar dhe fëmijët e fëmijëve dhe i hajnë përdorin shumë byrekun me preshe, me spinaqe, me... Në fillon e mblidhet, të shipak të famësit. I bë pak ti. Kapakun pra, sa të zbutet preshi mirë. Mas 5-6 minutave e shoh prap. Nuk e zi shumë preshi, se preshi do bëhet prap edhe në furrë sobës. E shoh pak. Në zbutu shumë mirë. Krip, nuk i hedh tamam kripën, sepse në fund do t'i hedh dhe dja. Mbyll sobën, e largoj nga zjarri dhe e lë kështu sa të ftofet. Sa të ftofet haxhi, unë për me vrem pepetat e byrekut. Pastaj, mami, kur të ftofet, do t'i hedhësh dhe tjera, kur të vezët e ftofet, do gjitha. t'i hedh gjitha, do i hedh vezë ato që kam për të hedhur. Okej. Tash i vë tepsin këtu dhe hedh pak miell, do filloj të ndaj brumin e petave. E hedh brumin bango, shlëshuar si lëshojtë. Nuk i bëj me pesh, kam mas dorën dhe i bëj atë brumin. Dhe i bëj shumë e rallë.
peta na duhet? Peta sa të dalë brumi, 2. Të 8 peta, 10 peta do dalë. Marrë 2 petat e para. E mbulloj brumin me pecet, jetë mos në thahet. Pak një shështen. Ha, bëjë të pak. I hedhë vaj për sipër. Në filloj me të. Hedhim gjithmonë pak një shështekit mos në gjetin. Po të ngjit pak sot, ë? S'ka gale, petësh. Për byrekja nuk janë peta baklavaje. Mund të ndodhi kjo? A? Mund të ndodhi? Ja, mund ndodh, po si jo. Përdorim një shëshe gjithinje. Bëhet me peta të gatshme, po si peta e dorës nuk ka. Peta e dorës është për byrek. Tash po I hedh harçit, 3 kokra vezë. I rraf një qyp, nuk ka nevojë për shumë.
I het 3 lukos. I het pak mjell misri. Piper të zi. Edhe djath. Sot do ta bëjmë ndryshe byrekun, ë? Them ta bëj ndryshe, ta bëj si rollo. Po. Ta kthejmë një herë. Ta shoh për krip. I shoj edhe pak djath. Tani mbush petën. Mbush petën do të bëj kështu si rollo. I shoj pestës pak vaj. Dhe e kthej. I hell pak vaj dhe tepsis. Pak vaj tepsis se ngjit. E do vajin. Dhe filloj kështu në mes. Ta largoj këtë që të hapësh petën tjetër tani, ë? Po. Për këtë byrekun i hapim gjithmonë petat të dyja bashkë. Do i hapë 2 e 2. 2 e 2. Shkurton dhe kohë. Shkurton. Po pse i hapim 2 e 2? A? Pse i hap 2 e 2? I njëjti brum del, i njëjtë pet del, po i bëjmë të vogla si ashtu, do i bësh brumin më të madh, që të hapësh një pet. Kështu i bëj dyshe, u hedhe vaj në vete dhe bëhet më i shkrifur nga vaji i petat. Të dyja. Dhe po në gjithën pak, nuk ka ndonjë tjetër, vetëm hapet e holl ati sa duhet. I mbyllim pak anët. Vaj nuk e harrojmë. Ku kam të bjerë, bravo. E fillojmë këtu, ku kemi lidh, e lidhim bashkë me këtë këtu. Mere prapa. Dhe pastaj vazhdojmë. Vazhdojmë kështu derisa të marrojmë harçin. Kjo është e fundit. E fundit. Edhe harçi i fundit.
Forrin e kam vënë, është 180 gradë, të jetë ngrohtë. Edhe në të harqin e fundit. Pak vaj. Ja, fraj me lidhë me këtë tjetërën. I shtoj vaj. Ja filloj e pres. Sa i vë një shenjë. Po e vutim në furrë, do të pak të një orë të piqet, sa të kulloj. Furri është i gatshëm, i ngrohtë. E vëm të mesis i furrës. Papa. Pish bile ku me presh. Dahen sopët. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj një shëndet dhe ditë të mbarë.